Moi, je viens d'une famille qui... Nuk vin nga një familje shumë fetare. Jam pak gëzuar, por çdo besim përtek saj ishte më shumë një traditë se sa një bindje e vërtetë. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Parfait. Ça va bien? Ça va. Super. Mendoj se kam qenë besimtar deri në moshën 14 vjeçare. Por pastaj baba im ndroi jetë, ishte diçka e papritur dhe e dhimbshme. Atëherë pata një moment kur i thash vetes, nuk mund të ketë Zot, sepse nëse do të kishte Zot, ai nuk do të lejonte kurrë këto. Që nga i çast e për rreth 10 vjet, isha ateist dhe besoja se nuk ishte Zot. Doja të merresha me teatr dhe të bëhesh aktor, kështu që shkova në Paris. Unë vin nga Zvicra, sa harrova ta përmend, vin nga një qytet i vogël i Zvicrës. Në fakt nisa të studioja fetë për të provuar se ato ishin gënjeshtra. Fillova të lexoja Biblën, Torën, për të mësuar argumente që do të më ndihmonin të tregoja se feja dhe Zoti janë gënjeshtra. Në fund të studimeve të mia, ndjeva se më duhej të udhtoja për të pasuruar shpirtërisht dhe profesionalisht. Nuk isha mjaft përvojë, më mungonte një këndvështrim i gjerë mbi botën. Vendi i parë që vizitova ishte India. Besoj se ajo që më tërhoqi aty dhe të cilën kërkoja më shumë, ishte të mësoja ndonjë praktikë shpirtërore. Kisha një ide për Indinë, me jogën, me kërkimin e mirëqenies shpirtërore dhe e gjeta. Pata një mësues shpirtëror që më mësoi si të bëja yoga, meditim dhe praktikova për afro një vit. Et j'en ai fait pendant vraiment peut-être 1 an. Çdo mëngjes meditoja për 1 orë, ndonjëherë për 1 orë e gjysmë dhe ndihesha mirë fizikisht. Por kjo nuk më sillte paqen shpirt. Mendoj se e lash Indinë disi i zhgënjur, sepse mësova shumë për trupin tim, por jo për shpirtin. Déçu de l'Inde parce que j'avais appris beaucoup de choses sur mon corps mais pas sur mon âme. Përveç kësaj, studiova dhe disa tekste të shenjta hindu, por më dukeshin shumë poetike dhe letrare, të bukura, por që nuk më thoshin si duhet të jetoja apo pse isha në këtë jetë. Kërkoja diçka më konkrete. Në të njëjtën kohë po lexoja edhe Biblën, edhe aty kishte gjëra të bukura, por të paqarta. Më pak të drejt për drejta se ato që më vonë do t'i gjeja në Kur'an. Que ce que je vais trouver après dans le Coran. Après l'Inde... Pas Indis, vendosa të shkoj në Sri Lanka dhe më pas në Egjipt. Dhe mendoj se në Egjipt ishte hera e parë që pash njerëz duke u falur. Mbaj mend si tani, ishte Buz Lumit Nil, një pamje që më është gdhendur në kujtesë. Dielli sapo kishte perënduar. Ata po falnin namazin e akshamit, faljen e parafundit të ditës. Po faleshin pranë ujit dhe ajo pamje më dukej madhështore. U preka shumë në atë moment. Nuk e dija se çfarë po bonin. Nuk e kuptoja, por diçka më preku thellë. Nuk e dija çfarë ishte, por më tërhoqi. Që nga i çast nisa të lexoj Kur'anin, sa më shumë lexoja, aq më tepër më tërhiqte. Fillimisht, qëllimi im ishte ta kundërshtoja, si Torën dhe Biblën. Por ndërsa lexoja Kur'anin, ndodhi diçka tjetër. Nuk e di çfarë ishte, por fillova të pëlqeja disa pjesë. Disa nuk i kuptoja dhe shumë pyetje më lindën në mendje. Po zbuloja diçka komplet të re. Parce que je découvrais quelque chose de nouveau. Donc je suis parti vraiment du nord et plus je descendais dans le sud. Unë isha nga veriu dhe sa më shumë shkoja drejt jugut, drejt Sudanit, aq më shumë takoja njerëz të ndryshëm. Një mbrëmje në një ishull të vogël, ndjeva brenda vetes se duhej të shkoja në një vend të caktuar. Nuk e dija pse. Diçka më shtynte atje. Ndonse e dija që nuk kishte asgjë. E kisha vizituar më parë, por ndjeva se duhej të shkoja. Et j'y étais déjà allé, donc je savais qu'il y avait rien. Mais je sentais que je devais y aller. Donc shkova dhe siç prisja nuk kishte asgjë. Prita pak dhe papritur erdhi një burr që mbante 2 qese ushqimesh. qui vient et portait ses courses et deux cabas de course et on se regarde à un moment et U pam për pak çast dhe nisëm të flisnim. pose mes questions. I tregova se kisha shumë pyetje. Cili është qëllimi im? Pse jam këtu? Cili është qëllimi i njeriut në këtë jetë? A ka ndonjë? Et à partir de là, Nga aty filluam të bisedonim dhe krijuam një miqësi.
Ai më dhuroi një libër të titulluar Filozofia e mësimeve të Islamit. Kisha mundësi ta lexoja gjatë ditës dhe në mbrëmje takoheshim. Luanim shah dhe unë i bëja pyetje. Mendoj se aty filloi historia ime me Islamin dhe Xhamatin Ahmedia. Kur shkova nga Egjipti në Sudan, nuk kisha marrë para me vete. Kisha vetëm kartat bankare. Shkova në ambasadë, por më thanë, duhet të largohesh, këtu është e rrezikshme, nuk më ndihmuan. Më në fund, një person nga ambasada zvicerane më dërgoi te një burr musliman me emrin Zuruk. Qëndrova 2 javë me të dhe aty bëra faljen time të parë. E shikoja kur falej dhe një ditë i thash, a mund ta bëj dhe unë, thjesht për ta provuar. Ende pa besuar, por doja ta provoja. U falem mbi një tapet, nuk e di si ta quaj. Nuk ishte bambu, por një material i ngjashëm. Ishte hera e parë që u fala, mbaj mend se kisha frikë, nuk e dija mirë çfarë po bëja, por ndihesha mirë. Më vonë, atë mbrëmje, shkova në dhomën time dhe u fala vetëm. Mbaj mend që i thash Zotit, si duke trokitur në një derë. Nëse je aty o Zot, atëherë hape. Dhe mbaj mend që ndërsa po lutesha, në mendje më erdhi imazhi një dere dhe papritur dëgjova një trokitje të dera. Mendova se ishte Zuruku që kishte nevojë për diçka, e mbylla lutjen, shkova në dhomën e ndjenjes dhe pyeta çfarë ishte. A ti trokite derën? Jo, nuk isha unë, më përgjigj ai. E gjeta aq të bukur sepse mu duk se Zoti mu përgjigj pikërisht në mënyrën si po e kërkoja. Ajo derë u bë shenja e parë e një seri të gjatë shenjash që filluan atë natë. Që prej asaj kohe u përqendrova më shumë në lutje dhe në afrimin me Zotin. Kjo vazhdoi derisa arrita në Stamboll në Turqi. Në Stamboll, ku qëndrova për ca kohë, takova disa musliman që më dhanë libra. Lexova shumë, studiova rreth jetës së profetit të shenjtë, paqja qoftë mbi të, vazhdova të lexoja Kuranin dhe të bëja pyetje. Të gjitha përgjigjet që më jepnin ishin të mira, por ndihesha se ishte diçka ndryshe nga ajo që kisha përjetuar në Egjipt. Kështu që vazhdova udhëtimin nga Stambolli deri në kufirin me Sirinë, gjithmonë në kërkim të dijes dhe të librave. De la Turquie, toujours dans cette quête, toujours en cherchant un peu des informations, des livres. Et kur arrita atje pyeta veten, a duhet të kthehem në Egjipt për ta gjetur sërish atë Ahmedian, apo të kaloj kufirin sirian? Por kufiri ishte mbyllur dhe Ahmediani më kishte thënë, eja mund të kalojmë pak kohë bashkë dhe të studiojmë. Kështu që vendosa të marr avionin dhe të kthehem në Egjipt. Aty qëndrova 3 muaj me të. De prendre un avion et de retourner en Égypte. Et c'est là où je passerai 3 mois avec lui, avec cet Ahmedi, où est-ce qu'on lit des livres de la communauté. Lexonim librat të xhamatit, çdo ditë i bëja pyetje dhe kaluam bashk edhe muajin e Ramazanit. Ai më mësoi fillimisht për Islamin. Pa më folur me njëherë për Xhamatin Ahmedia. Më dha një bazë të fortë në Islam. Ishte një periudhë e bekuar. Kisha fat që mund t'i përkushtohesha kërkimit shpirtëror dhe të gjeja përgjigje. Pastaj u detyrova të kthehesha në Zvicër. Vous voulez aller boire un café? Ouais, ça sera sympa. Ouais? Vas-y. Allez. Il est bon ce café? Ouais, il est pas mal. Donc quand je suis retourné en Suisse, Kur u ktheva në Zvicër, kisha frikë se mos kthehesha në veset e vjetra, por falë Zotit pata shumë fat që munda të vazhdoja 5 namazet ditore.
Munda gjithashtu të shmangja shoqërinë e keqe, që më shtynte të pija alkool dhe duhan. Kisha gjithashtu frikë t'i tregoja familjes sime. Kisha frikë nga reagimi i tyre, sepse ktheheshen nga Sudani dhe Egjipti. Étant donné que je revenais du Soudan et d'Égypte, j'avais peur. Më tremte ideja ta shqetësoja nënën duke përmendur fjalën musliman. Kështu që kaluan disa muaj, gjatë të cilëve i shpjegova filozofinë, kuptimin e lutjeve, besimin në një Zot të vetëm, të gjitha këto, pa e përmendur fjalën musliman. En fait, toutes les croyances et toute la philosophie de l'islam avant de dire le mot musulman. Et je me souviens une fois. Më kujtohet që një ditë, pasi kishim folur gjatë për parimet e fesë, dolëm për shëtitje në park dhe aty i thash se isha bërë musliman. Isha konvertuar. Pata shumë fat, familja ime e pranoi, nëna më mbështeti, motra gjithashtu, nuk pati asnjë problem, sepse gjithmonë kisha mundur të shpjegoja çfarë besoja. En fait, ce en quoi je croyais. Pasi u ktheva dhe forcoja themelet e besimit, kuptova se mund të isha besimtar edhe në Europë, jashtë një vendi musliman. Disa muaj më vonë kontaktova me xhamatin musliman Ahmedia dhe fola me disa imam. Communauté musulmane Ahmadiyya. Et j'ai parlé à des moulabis, à des missionnaires. U bëra shumë pyetje sepse kisha bazë në islam, por jo ende në xhamatin Ahmedia. Në kuptimin e ardhjes së Mesiut të premtuar alayhis salam, paqja qoftë mbi të, sepse Islami dhe Ahmediati janë një. Pas disa muajsh bëra bejt, betimin e besnikërisë për të bërë pjesë e xhamatit musliman Ahmedia. Që nga ajo kohë hoqja dorë nga alkooli, mishi i derrit dhe duhani. Më parë isha me karakter shumë impulsiv, kërkoja gjithmonë vëmendje, ndonjëherë deri në bezdi për të tjerët. Islami më solli paqe, ekuilibër, më ekuilibroi nevojen për vëmendje ndaj vetes. Në Islam ka shumë theks në respektin ndaj nënës dhe familjes. E respektoja nënën time edhe më parë, por tani respekti u shtua. U bë detyrim për mua. E njëjta gjë për gjyshen. Lidhja ime me prindërit u forcua fal Islamit. Dhe nëna e vuri re këtë. Madje më thot shpesh, ajo nuk është muslimane, por më thot për shembull, kur shkoj në shtëpi për pushime dhe nuk dua të pastroj dhomën, ajo më kujton. Peja jote thot të dëgjosh nënën tënde. Dhe ka të drejtë. E përdor kundër meje, por gjithashtu e pranon se Islami më ka ndryshuar. Donc, je crois elle a vu que l'islam avait un impact sur moi. Elle le dit, elle l'utilise contre moi. Por në të vërtetë është një zhvillim i bukur dhe jam vërtet i lumtur. Elhamdulillah, falënderimi i takon Allahut. Ideja që kam për Zotin është sigurisht ajo e krijuesit, se ajo është një qenie supreme, i gjithdijshmi dhe i plotfuqishmi, shkaku i të gjitha shkaqeve. Hazret Mesiu i premtuar, paqja qoftë mbi të, shpesh e quan Zotin i dashuri im dhe më pëlqen shumë ky mendim. Se ai është i dashuri im, është miku im më i ngushtë që sigurisht mbetet Zot, por është afër meje dhe kujdeset për mua. Në fakt, dje në telefon më tha nëna, kisha një problem me kaldaja në shtëpi dhe nuk doja t'i tregoja. Ajo nguli këmbë, trego, unë i thash. Nuk dua ta diskutoj, ajo më tha, feja jote thot t'i tregosh çdo gjë nënës. Unë ju përgjigja, mami, nuk besoj se kjo është ajo që thot feja, por ajo vazhdoi të këmbgulte.